Siguria e qarkullimit rrugor në situata emergjencash ka qenë në fokus një takimi të zhvilluar në prefekturën e Lezhës, ku prefekti i qarkut Taulant Malshi u takua me përfaqësues të firmave kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve, si dhe me autoritetin rrugor shqiptar. Gjatë takimit u prezantuan masë konkrete që do merren për t'i paraprirë çdo situatë të mundshme emergjente, veçanërisht gjatë kushte vështirë atmosferike. Duke folur pas përfundimit të takimit, prefekti i Lezhës theksoi se krahas gatishmërisë për të mbajtur të aksesueshme të gjitha akset rrugore janë marrë garanci nga autoriteti rrugor shqiptar për ndërhyrjen e disa nyje problematike të superstradës që përshkon Lezhën, të cilët kanë qenë shpesh objekt aksidentesh. Ky diskutim u zhvillua në kuadrin e takimit që u programua dhe u organizua në bashkëpunim me autoritetin rrugor shqiptar dhe me të gjithë subjektet e nënkontraktore që kanë për detyrë mirëmbajtjen e të gjitha akseve rrugore në territorin e qarkut Lezhë. Qëllimi i këtij takimi ishte identifikimi i problematikave në akse rrugore, gatishmëria e subjekteve me mjetet e tyre logjistike, në mënyrë që të kemi një qarkullim të normal të gjithë përdoruesve të rrugës si në akset rrugore ndërkombëtare, sepse dihet që ka disa akse të rëndësisë të madhe në territorin e qarkut Lezhë, njëkohësisht edhe akseve rurale që janë në kontratë nga subjektet nënkontraktore dhe nga ana e autoritetit rrugor shqiptar. Gjithashtu në takim u evidentuan edhe disa problematika që gjatë këtyre ditëve në fakt kanë rezultuar me aksidente me pasojë të rënda dhe na u premtuar që në fillim të vitit 2026, për shembull konkretisht si kryqëzimi i Dajçit edhe kryqëzimi i Gjadrit do të jenë në projekt për kompletimin sinjalistik dhe përmirësimin e disa standardeve në këto kryqëzime me qëllim minimizimin e aksidenteve rrugore. Njëkohësisht nga ana e autoritetit rrugor shqiptar na dha garancia plot që të gjitha akset dhe gjithë nënkontraktorët janë të gatshëm dhe janë të përgatitur për të pasur një qarkullim normal, edhe pse jemi në prag të sezonit dimëror që mund të shoqërohen me ngrica, me rreshje të dendura, ndoshta shiu apo edhe me rreshje bore që priten në ditën e vijim. Rajoni i Lezhës përshkot nga segmente rrugore jetike për qarkullimin dhe zhvillim ekonomik. Për këtë arsye, garantimi i qarkullimit normal dhe minimizimi i problematikave mbeten prioritet.